Kështu i ka thënë? Po. Por thash kam edhe gjë tjetër. Ne ishna në vitin, bëhej fjalë ishte 2003, zgjedhjet ishin 2005, edhe i bëj i them dhe gjë tjetër. Në parlament, duke kur bojnë ndryshim qeveri, ne grupi Metës nuk na votonte. Pra në ra mazhorancë. S'kishna mazhorancë. Dy ministri atëherë ngelin me zëvendës ministër, kanë ngelin. Po. Ministria e Brendshme, Igli Hasani, Ministria e Jashtme. Po, Ministria e Brendshme, Igli Litoska. Po, Ministria e Brendshme edhe Ministria e Jashtme, se u propozuar me Luana Idaraga. Edhe unë i vetëm zëri e them që është punë, tash të ka ra mazhoranca. Bashkarisht do bëjmë një bisedë, bëjë tha. Unë të hera parë që them publik. Thotë, i them, do t'jap dorëheqjen edhe unë nga ministër. Tash ti ngelesh me 3 ministër që nuk ke mundësi, që nuk ke mazhorancë më, atëherë do të drejtohesh popullit. S'ka rrugë tjetër. 2003 ke thënë për zgjedhjet para kohës? Absolutisht, që të bëhen në vitin 2004, një vit para kohë të bëhen sepse ishte kjo punë ishin nga Korriku ose Korriku se shtatori, 2003. Po do një periudhë. Nuk ishte kohë, do një periudhë. Edhe i thash se do kalojmë zgjedhjet para kohës. Një vit të bëjmë zgjedhjet para kohës. Çfarë tha? Kisha parasysh Simitisin në Greqi, që në mandatin e tretë ai pastaj bëni zgjedhje parakohshme. Edhe fitoi prapë, pastaj ja la Papandreou. Ide e shkëlqyer, tha. Edhe thirrri Ylli Manjani, Ylli sekretari i përgjithshëm. Ylli Manjani? Po ishte sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Po, çfarë i tha? Por i thotë kështu më thot Viktori. Ylli i thot ide geniale, bëjë thotë. Kështu i thot Ylli Manjani. I mafi Ylli Manjani. Kështu i tha. Bëjë tha, sekretari i përgjithshëm. Ylli Manjani pas ka thënë. Edhe pastaj mas sa kohësh më thirr prapë mua. Më thot, nuk do ta bëjmë, thot atë që thamë. Po pse kush do na marrin pushtetin, ne këto të PD-s të s'kan forcë me marrë pushtetin. Ora i thaj do na marrin pushtetin, se është dhe Iliri kundër nesh. Dhe ne, unë ideni kishe që të bënim zgjedhje para se Iliri të krijonte parti. Se po të krijonte partia nga ne do merrte, do merrte nga PD-ja nga vend tjetër. Shumë zgjuar. Edhe këtë nuk zgjuarësi e mirëtitorit këtu. Këtë neglizhoi Fatosi. Para kjo ishte papërgjithshmëria. Pse nuk do ta neglizhonte fare. Shumë e bukur. Tani zoti Dota i humbë zgjedhjet me sukses në 2005 dhe fitoi Partia Demokratike. Barazë më dolëm, sa që humbë. Po pse e la atë? Po e la Fatosi, e kishte damë me ne pozitë. Po e kishte damë. Jo na shpjegoj këtë se çfarë bukur. Ja po them un kam. Çfarë ndodhi? Un kam rast. Un isha kandidat për deputet në PUK. Kisha marrë mandatin e parë 2005, isha mandatin e dytë. Që është e vërteta, i kam mirënjohje për gjithë elektoratin e PUK-s. Po pse në PUK jo në mirë? Po ashtu aty më dërgoj Fatosi, më dërgoj. Isha ministri i transportit, më dërgoj atje. Edhe gjithë opozita mendonte që PUK-a e padiskutueshme që do fitojmë, e fiton PS-ja. Sepse unë isha shumë i lidhur me elektoratin gjithë kohën, unë gjithë shumë në djelë rrinja në PUK, nuk rrindi. Po? Mirë po, edhe PD-ja vetë dinte këtë. Kandidat i kundra me ishte Regje Puka. I PD-s. Po. Tash u bën një skem jo mirë, sepse partitë e koalicionit ton nuk u bën një marrëveshje me partitë e koalicionit e gjithë kërkonin vota majoritare. Mirë, po kërkimi vota majoritare na dëmtonte ne. Ideja ishte që të merrin vota proporcionale, ne të merrim vota majoritare. Edhe unë ngel atje për 130 vota. 130 vota ka humbur? Po, kisha edhe ca njerëz atë si që janë këto qëndrimet meskine, veriut që edhe ja dy bashki lutën kundra meje, pavarësisht ishin PS-s. Po? Dhe në Shkodër, në Malësit Madhe, kishte del balotazh. Dhe më qojnë vete në Amik Dokle, Pandili Majko, edhe unë në caktojnë që të shkojmë Malësit Madhe për të mbështetur kandidatin që ishte në balotazh. Ai ishte zona Dugagjinit. Edhe çfarë ndodhi? Ditën e fundit, para zgjedhjeve vjen Fatosi në një zonë aty, edhe për të bënë një takim për të mbështetur kandidatin. Ishte gjithaj, kishte ardhur shumë njerëz, u fut mrena në një shkollë, kur shumica ishin jashtë, folin ja 5 llafe, doli jashtë, marroi takimin. Edhe unë i them, "Ore, ç'bën?" Pse kaq pak? Pse kaq pak takim? Ç'bën me këtë punë? Jo, është puna, tha. Unë e kam vendosur që ne tash ne të dalim në opozitë. Edhe ta provojnë vetëm tha këto shok tonë mirë, tha, se si është opozita, me sa duket ndjehi edhe pak i lodhur dhe pak nga ato cërcmerë që i banin partisë, edhe me sa duket ne kishte vendosur për dalë, sepse barazim dolim, nuk ishte ndonjë problem i madh. Mund t'i fitonte prapë zgjedhjet.